Vuani nga tensioni i lartë. Konsumoni një lugë kos dhe shikoni çfarë ndodh me ju. Një studim i fundit ka përfshirë mijëra persona që ka treguar se kosi mund të ulë me 20% riskun e tensionit të lartë të gjakut. Efektet janë në vënë re më shumë tek femrat, pasi kanë cilësuar atë si një përzgjedhje mjaft të mirë edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Një studim amerikan ka treguar se personat të cilët konsumojnë një tas me kos çdo ditë kanë një përmirësim të shëndetit të tyre. Të mirat e kosit 5 herë në javë ishin më të mëdha te ata persona që konsumonin gjithashtu atë bashkë me fruta natyrale me perime dhe arra, citon Healthline. Justin Budina në Universitetin e Bostonit tha: "Nuk ka ushqime magjike, por të shtoni kosin në dietën tuaj të shëndetshme mundet të ndihmojë në uljen e riskut të tensionit të lartë të gjakut dhe ky është një studim më i madh deri më sot për rolin e kosit në shëndetin tuaj." Një studim i fundit sugjeroi se shtimi i kosit natyral të përgatitur vet mund të jetë përzgjedhja më e mirë ushqyese.